Sinqeriteti i qëllimit. Shërbimi i ofruar njerëzve për hir të Allahut të Madhëruar është prej cilësive të larta të lavdëruar prej Allahut. Kur ka folur dhe përshkruar cilësitë e anëtarëve të nderuar të familjes së profetit, paqja e Allahut qoftë mbi të gjithë ata, Allahu i Madhëruar ka folur rreth kësaj cilësie të mrekullueshme të tyre në Kuranin famëlar. Ne ju ushqejmë për të fituar kënaqësitë e Allahut. Nuk duam dhe as nuk presim prej jush shpërblim as falënderim. Ky është qëllimi, pra njeti, me të cilin duhet të shoqërohet shërbimi ndaj njerëzve. Ndaj edhe imami i nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me të, thot kështu lidhur me këtë aspekt: kur të shërbej njerëzve dhe shtresave në nevojë, mos u vini kurrë në kërkim të emrit, të popularitetit dhe të njohjes, sepse të gjithë këto janë prej kurtheve të djallit të mallkuar. Në një tjetër moment, imami i nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me të, thot kështu: mos e lodh veten duke vënë vazhdimisht në kërkim të pozitës së lartë, qoftë kjo pozitë morale apo konkrete. Ndodh shpesh që shumë njerëz të bëjnë këtë me justifikimin se janë vënë në kërkim të kënaqësisë së Allahut për të shërbyer njerëzve. Të vihesh në shërbim të postit dhe të pozitave të larta është prej cytjeve të shejtanit të mallkuar dhe kurthëve që i ngren ai. Akoma më e rënduar bëhet situata kur shpenzojnë energji të mëdha për të arritur ato pozita. Kënaqësia e madhe e Allahut nis me përqendrimin e energjive të shpirtit dhe të zemrës në drejtim të tij dhe më pas duke ushtruar të gjithë fuqinë dhuruar prej tij në shërbim të njerëzve.